Bismillahirrahmanirrahim. Kujtojmë që para një jave folëm për ngjarjen e hidhur edhe famkeqe të bojkotit që Kureshët vendosën të praktikisht mbanin ndaj muslimanëve, ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Benu Hashimëve, dhe sqaruam sepse ka rëndësi që ta përsërisim që qëllimi nuk ishte bojkoti në vetvete që ata të largoheshin, por qëllimi ishte që Ebu Talibi, i cili tashmë ishte në një moshë relativisht të thyer, të bënte atë që nuk e kishte bërë apo që kishte refuzuar ta bënte deri në momentin që flasim, që t'ju adorzonte profetin sallallahu alaihi wasallam Kureshëve. Kjo është shumë e rëndësishme që ta themi çfarë do të thotë t'ja u dorëzonte, sepse kur të flasim sot në fund të mësimit, ndoshta ose pas një jave, kur Ebu Lehebi merr në mbrojtje profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse u bë kreu i Benu Hashimëve, do të kuptojmë që kjo mbrojtje politike nuk ishte thjesht një fjalë goje, por ishte një procedurë themelore e mënyrës se si ata respektonin hierarkitë brenda vetes tyre, që do të thotë t'i bëje dëm dikujt ndërkohë që nuk kishte mbrojtje, ishte një gjë, dhe t'i bëje dëm po të njëjtit person kur dikush tjetër kishte dalë garant apo dorëzan për mbrojtjen dhe sigurinë e tij, ishte një gjë katërcipërisht tjetër, për arsyeën se një akt i tillë në momentin e parë, në rastin e parë, në versionin e parë, ishte sigurisht i dëmshëm, jo burrëror, por gjithsesi le të themi brenda rregullave të lojës, kurse një akt i tillë, po i njëjti në momentin e dytë, në rastin e dytë, në versionin e dytë, përveç se ishte i dëmshëm edhe jo burrëror, sepse ti bësh keq dikujt është gjithmonë keq me fjalë, por nga ana tjetër ishte edhe prishje e rregullave të lojës dhe ishte praktikisht shpallje lufte. Në këtë kuptim, ata me gjithë urrëtitjen, kjo është domethënë fjala që mund të duhet përdorim, që kishin ndaj të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të vërtetës që ai shpallte, që ai proklamonte domethënë, ata nuk mund ta preknin dot për arsyeën se Ebu Talibi, si kreu i Benu Hashimëve, nuk kishte dhënë lejen dhe nuk e dha kurrë lejen dhe nuk e dha kurrë të drejtën. Në këtë kuptim, gjëja e fundit që bën ata ishte që e kërcënuan profetin sallallahu alaihi wasallam me jetë. Në këtë moment kur Ebu Talibi nuk e pranoi një gjë të tillë, që do të thotë në fillim ata menduan ta vrisnin, por siç e sqarova javës që shkoi, disa prej tyre i thirrën mendjes dhe thanë nëse e vrasim, atëherë ata nuk do të qëndrojnë duar kryq, dhe për rrjedhoi kjo është e dëmshme. Atëherë si gjë të parafundit që mund të bënin ishte që nuk do të bëjmë asnjë, le të themi, marrëveshje tregtare me ju, as do të blejmë tek ju, as do të shesim tek ju, deri në pikën sa përmendet tek Ibn Isaku, që martesat që kemi do të përpiqemi t'i prishim, dhe nuk do të martojmë vajzat tonat me ju dhe nuk do t'i lejojmë djemt tanë me i fjalë që të martohen me vajzat tuaja. Këtu të mos e harrojmë çfarë do të thotë ne dhe ju. E thash dhe kam thënë që Kureshët ishin disa fise dhe disa nënfise, dhe përllogarisim që secili nënfis plus minus duhet ketë qenë i përbërë nga 80, 100, 120 persona, jo më tepër, jo më pak, për arsyeën se Meka e shpalljes është aty ke 1.100 njerëz plus minus, me parafërsinë e atyre që domethënë kanë referencat për këtë punë. Dhe nga ana tjetër, kur themi Benu Hashimët, themi edhe për njerëz të cilët sigurisht kanë qenë gjallë dhe kanë qenë pjesë e manifestimit brenda domethënë logjikës së këtij bojkoti, por që nuk përmenden. Dhe fakti që nuk përmenden në sir nuk do të thotë që ata nuk ekzistojnë. Nuk ishin vetëm 5 veta, 6 veta Benu Hashimët ata të cilët u dëmtuan në këtë bojkot. Dhe për rrjedhoi, ky lloj bojkoti ishte një poshtërim për ta,
Për këtë arsye Ebu Talibi vendosi, dhe këtë e pleqëroi edhe me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe me tjerët, vendosi që domethënë gjykuan që ishte më mirë për ta dhe më burrërore të largoheshin dhe të tërhiqeshin nga qyteti sesa ta vuanin këtë bojkot në zemër të qytetit. Kjo kishte sigurisht anën negative sepse të jetosh në qytet është një gjë dhe të jetosh jashtë qytetit është një gjë tjetër. Por nga ana tjetër kishte edhe anën fisnikëruese që nuk poshtëroheshin në sy të njerëzve. Por nga do që ta kapësh me një fjalë, situata ka qenë tejet e vështirë dhe gjëja më e bukur që ka ndodhur në këtë pikë ishte që ka pas besimtarë të cilët ju bashkangjitën këtij domethënë këtij grupi që u tërhoqën në atë rrafshnaltë, në atë fushën që zotronte, që kishte pas zotru Abdul Mutalibi, dhe dy prej atyre është Khabab ibn al-Arat dhe Bilal Ibn Abi Rawaha, për arsyen se siç thash, këta të dy kanë transmetime rreth, domethënë, vujtjeve që kanë heq muslimanët në këtë periudhë. Por thash, domethënë, nuk e thash javës që shkoi, e tham pasi domethënë e përfunduam mësimin që momenti i poshtërimit përfundimtar të Ebu Talibit dhe nipit të tij erdhi pas një ngjarje tjetër që kishte ndodhur pak përpara shpalljes së bojkotit, dhe me qëllim nuk e sqarova javës që shkoi këtë ngjarje për arsyen se nuk doja të prishja atë kronologjinë e intensitetit në rritje të masave që ato morën ndaj muslimanëve, sepse kjo është një ngjarje që nuk ka të bëjë vetëm me banorët e Mekës, por ka të bëjë me një grup të krishterësh. Ngjarja është e tillë dhe ngjarja është e saktë duke u përmendur edhe tek Ibn Ishaku dhe Ibn Hishami, por është e saktë edhe duke u përmendur në tefsirin e Ibn Kathirit për arsyen se ka lidhje me ajetet të cilat Allahu i shpalli lidhur me këtë ngjarje. Tham që një grup muslimanash prej 80 apo 90 vetash tashmë gjenden në Abisini. Dhe ndikimi i Abisinis apo i sa ashtu quajtur mbretëria aksumite në gadishullin arabik shtrihej edhe në Jemenin e sotëm. Kur themi në Jemenin e sotëm, Jemeni klasik i asaj kohe përfshin edhe sultanatin modern të Omanit, që do të thotë gjithë ai rripi i trashi i madh i jugut të gadishullit arabik nga fillimi i Jemenit perëndimor deri në gjirjen e Hormuzit, ishte Yemen, si më thon, sepse Omani është një entitet dhe formacion politik shumë i vonë. Dhe e gjithë kjo mas toke, me fjalë, ishte në mbretërinë e krishterë aksumite të Nexhashit, në momentin që flasim. Kurse pjesa lindore e Omanit të sotëm ishte nën protektoratin e perandorisë Sasanide, do të thonë perandorisë perse. Dhe këto ishin të krishterë të llojit tjetër nga ai i të krishterëve të Shamit, që ishin edhe arabët e fiseve të Gatafanit edhe të Ghasanitëve, që ishin në veri të gadishujt arabik në vendin, domethënë, e quajtur Tebuk, që do ta përmendim kur të vi rradha, dhe në vendin e quajtur Mutua, që për të dyja këto kemi dy ekspedita nga ana e muslimanëve, në të cilën domethënë kenjana profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë pjesë, dhe që është ajo e Mutuas. Po këto ndodhin periudhën medinase. Tani disa të krishterë nga kjo zona e Shamit kishin dëgjuar për mënyrën se si ishin trajtuar në Abisini muslimanët dhe ju kishte bërë habi se përse, kështu thonë librat e tefsirit me fjalë, po edhe Ibn Isaku e përmend, se përse muslimanët nuk kishin tentuar, pra këta 80 veta, 90 veta, se përse muslimanët nuk kishin tentuar të shkonin në, le të themi, kristianizmin verior të Shamit, dhe pse kishin shkuar tek Nexhashi, sepse ne thamë që ka një hadith vlerësues ndaj Nexhashit, kur i dërguari Allahut thotë që sallallahu alaihi wasallam që ai është një mbret i drejtë dhe i cili nuk ndërhyn në çështjet e besimit të subjekteve të tij. Përkthimi më demokratik i mundshëm është pikërisht ky, që do të thotë atje ka njerëz të ndryshëm që jetojnë dhe nuk ndërhyn tek mënyra se si ata e adhurojnë Allahun. Kjo, edhe kemi bërë një sqarim që kur kemi folë për hunefat, kjo lidhet drejt për drejti dhe me atë që ata kishin vujt vetë
nga të krishterët e versionit zyrtar të krishtërimit, që thamë se pas koncilit të Nikes të vitit 325, krishtianizmi kishte rënë me ixhmat plot me fjalë që le të themi triniteti ishte doktrina bazë e të krishterëve dhe të gjitha versionet alternative duheshin që të zhdukeshin, përfshirë këtu edhe eliminimin fizik të atyre që besonin këtë. Dhe Nexhashi dhe populli i tij ishin në një farë mënyre, kur them në një farë mënyre, është e sigurt që duhet thonë në një farë mënyre për arsyeën se nuk kemi qartësi akademike se ku dallonte me pika krishtianizmi i Nexhashit apo i popullit të Nexhashit nga krishtianizmi i Shamit, për arsyeën se kjo është një gjë që ka ndodhur shumë kohë më parë dhe nuk mund ta përcaktojmë dot, por gjithsesi dimë që ishte katërcipërisht i ndryshëm ai krishtërim i i Habeshes me krishtërimin e Shamit. Dhe një pjesë e madhe e këtyre të krishterëve, ju bëri habi kjo dhe ata kanë ndërtuar një delegacion prej 20 vetash dhe kanë vendosur që të shkojnë në Mekë për të marrë informacion për këtë të dërguar, të ri, dhe për të kuptuar se çfarë është e vërteta e tij, dhe por nisur pikërisht nga kjo habi nga e cila u përfshin se përse ky burr kaq larg nesh nuk vendosi të sillte subjektet e veta tek ne, por i çoi në Abisini. Bëhet fjalë që në momentin që flasim, e vërteta nga Meka ka dalë vetëm me raste të rralla dhe kjo ishte ende periudha kur kureshët ende besonin se e kishin situatën në kontroll, që do të thotë e mendonin këtë çështje si një çështje tonë të brendshme, që nuk ishte bërë ende çështje e gjithë dynjas, jo, po as e gjithë gatishut arabik. Prandaj dhe vazhdonin të insistonin tek Ebu Talibi që ai t'ju dorëzonte profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta persona shkojnë në Mekë dhe sigurisht takohen para së gjithash me Ebu Xhehelin. Tani nuk ka të dhëna pse, nuk ka të dhëna rreth arsyes se pse takohen me Ebu Xhehelin, por dhe këtë po e them unë me fjalë, nuk e kam të lexuar me diku, por nga mënyra se si i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam takohej me njerëz të ndryshëm që vinin nga jashtë, edhe sot do përmendim edhe historinë e Tufeli ibn Amr ad-Dawsit, që e kam përmendur në një hadith para 3-4 herësh, por që nuk kemi fol për popullin e tij sepse ende s'kishte ardhur momenti kur e përmendëm. Pra edhe në rastin e tij, edhe në rastin e këtyre të krishterëve, por edhe në rastin të tjerëve, delegacione apo individ të caktuar që vinin nga jashtë, para se me u taku me profetin sallallahu alaihi wasallam, takoheshin me kureshët. Dhe kjo mendoj unë nuk është habi, për arsyeën se ata me siguri duhet të kenë qenë në vigjilje të plot, pra në vigjilencë të plot, më fal se përdorej fjalë që s'ka lidhje me këtë, në vigjilencë të plot që personave apo delegacioneve apo grupeve të ndryshme, qoftë tregtare, qoftë poet, qoftë fallxhor, qoftë fatthën, ose ishin lloj ata që qarkullonin me fjalë në ato zona në atë kohë, t'ja u nxinin paraprakisht figurën e nderuar dhe mesazhin fisnik që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shpërndante, përpara se ai t'ju fliste vetë atyre. Dhe kemi thënë që në fillim të shpalljes Ebu Lehebi, një ndër gjërat që bënte ishte që i bënte dy gjëra. Kur vinin haxhinjt dhe profeti sallallahu alaihi wasallam fillonte dhe t'ju bënte dawe, ai fillonte t'ju thoshte që ky është një nipi ynë, ky është nipi im, nuk është gjë e re kjo që po thot, e kemi sqaruar përpara në këtë, e dim nuk është e re kjo, dhe po ja u them që kur nuk na ka bindur neve, aq më pak jeni ju të përshtatshëm për ta pranuar këtë. Dhe e dyta, kur shikonte që është poshtësia akoma më e madhe, kur shikonte që kishte prej atyre që ju anonte zemra nga e vërteta apo minimumi mund ta dëgjonin dhe ju jepnin kohë profetit sallallahu alaihi wasallam që t'ju fliste atyre, Ebu Lehebi, që ishte lideri, po themi, ekonomik i Benu Hashimëve, i kërcënonte me prishje të marrëveshjeve të dikurshme apo domethënë të vona tregtare, duke ju thënë që nëse i besoni kësaj që ky thot, nëse i besoni kësaj që ky pretendon se i vjen nga qielli, atëherë me ne nuk keni më punë bashkë. Në këtë kuptim që në këtë fillim dhe deri në momentin që flasim dhe deri kur muslimanët bën hijret, ata vazhdimisht janë përpjekur që ta markojnë, le të themi, territorin e davetit profetik
sigurisht e kemi thënë për arsyet e tyre, status quo nuk donin që ta ndryshonin, teologji nuk donin që ta ndryshonin, mënyrat se si arabët i shihnin si mbrojtës të Qabes dhe si financues, sponsorizues dhe le të themi shërbëtor praktikisht të përvuajtur të haxhit, e kemi thënë se si e bënin haxhin me i fjalë, dhe në këtë kuptim këta 20 veta, se ka një titull në fjalë, ata mund të kenë qenë edhe më pak edhe më shumë, por ky është ka një shifër, kjo është shifra që përmendet. Këta 20 veta takohen me Ebu Xhehlin paraprakisht dhe Ebu Xhehli praktikisht ju thotë që ju pas keni ardhur, sepse ata i thonë që duam të takojmë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ju keni ardhur tek ky person, por unë po ju paralajmëroj dhe nuk tregohet me detaje se çfarë ju thotë, por ne mund ta marrim me mend. Pas kësaj ata e shkojnë dhe e takojnë profetin dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ju thotë që unë ju kam unë kam ardhur me një të vërtetë të madhe, por që është e vërteta e njëjtë e të gjithë profetëve dhe ju lexon Kur'an. Nuk tregohet se çfarë Kur'ani ju lexon. Nuk tregohet se sa ditë që ndrojnë këta në Mekë, por ajo që tregohet është që ata të gjithë pendohen dhe ata të gjithë dëshmojnë shahadetin dhe ata të gjithë pranojnë besimin dhe këta janë të krishterët e parë që përqafojnë fenë e Allahut. Në këtë kuptim, pas disa ditësh kur ata largohen, merret vesh në qytet që këta janë bërë musliman dhe këta tani nuk do shkonin në ndonjë vend do si do, po do shkonin në Sham. Dhe Ebu Xhehli përpara se me dal nga qyteti, edhe kjo tregohet edhe tek Ibn Hishami, edhe tek, domethënë, tefsiri i Ibn Kathirit, i takon dhe ju thot që praktikisht mallkuar qofshi, sepse ju bët atë që unë ju paralajmërova që të mos ta bënit. Ai është një njeri që mashtron dhe që pretendon se i vin lajme nga qielli, kurse ajo që ata përgjigjen është që praktikisht ju thon paqja qoftë mbi ty. Tani a e kishin menduar përpara të përgjigjeshin kështu, apo ju kishte thënë profeti që nëse ndodh në një gjë e tillë përgjigjeni kështu, nuk e dim. Por thot paqja qoftë mbi ju dhe i thot, pra, domethënë ja u kthejmë me të butë, ju thot që ata i thonë Ebu Xhehlit, përmendet Ebu Xhehli, por me siguri Ebu Xhehli nuk ka qenë vetëm, sepse ata sigurisht që operonin gjithmonë në delegacione dhe në grupe me i fjalë, por Ebu Xhehlit i thonë që ne kemi qenë besimtar edhe më përpara, ne e dim këtë, ne nuk jemi adhurues idhujsh siç jeni ju, dhe e vërteta që besojmë neve është po e njëjta e vërtetë. Për këtë ngjarje Allahu shpall 5-6 ajete në surën Kasas që unë do t'i lexoj tani. Dhe thot në surën numër 28, dhe thot në ajetin numër 51, ne u dërgojmë atyre shpalljen njërën pas tjetrës, në mënyrë që t'i dëgjojnë dhe të marrin mësim. Ata që ne u kemi zbritur librin para këtij Kuranit, pra përpara këtij Kurani, i besojnë atij. Kur u lexohet atyre Kurani, ata thonë, ne e besojmë atë, pa dyshim ai ishte vërteta nga Zoti ynë. Vërtet, ne edhe përpara këtij kemi qenë musliman të nënshtruar ndaj Zotit. Këtë term Ibn Kathiri thotë që ata ja thanë profetit, që këtë të vërtet ne e besojmë, por ti je dëshmia e radhës dhe e fundit e kësaj që ne besojmë. Atyre do t'u jepet shpërblimi dyfisht për shkak të durimit që kanë treguar, ata e kthejnë të keqen me të mirë, ndajnë lëmosh nga ajo që nuk kemi dhënë dhe kur të dëgjojnë ndonjë marrëzi, i shmangen asaj duke thënë: ne kemi veprat tona, ndërsa ju keni veprat tuaja. Paqja qoftë me ju. Kjo është mënyra se si ata ju përgjigjen Ebu Xhelit dhe Allahu nuk është e duhur të themi Allahu i citon ata në Kur'an, por kjo përkon me atë që Allahu ka thënë në Kur'an. Edhe pse kjo është shpall më mrapa. Ne nuk duam shoqëri me të paditurit. Pra, këtu mbaron citimi. Vërtet ti Muhammed nuk mund të udhëzosh këtë duash, por është Allahu ai që udhëzon këtë dëshiroj. Ai njeh më mirë ata që janë udhëzuar. Ata thonë, nëse ndjekim udhëzimin së bashku me ty, së shpejti do të jemi të dëbuar nga vendlindja. Vallë, a nuk ua kemi mundësuar që të jetojnë në një vend të shenjtë të sigurt, ku sillen fruta të lloj-llojshme si ushqim prej nesh, por shumica e tyre nuk e dinë. Ibn Kathiri thotë që kjo pjesë e surës Kasas, kjo sigurisht është një sure mekase, është shpallur për këtë lloj populli. Pasi mbaron kjo dhe këtu mbaron, domethënë ky është ky episod. Dhe kjo është, domethënë, ky është momenti kur ne duhet bëjmë tani një kronologji të personave që tashmë me aq dijenisa kemi e kanë marrë mesazhin profetik. Në fillim fare kemi thënë që ka qenë një person me emrin Amr ibn al-Abese, që erdhi nga Jemeni, që nuk e dihet se ai erdhi shumë herët, se si e kishte marrë, por domethënë vetëm Allahu e di, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë që besoje këtë
por mos e proklamo ke populli yt dhe do të vish ke unë atëre kur të dëgjosh që kjo kauza jon të ngavnjej. Dhe nuk i thot nëse do të ngavnjej, që do të thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam kishte besim të plot që kauza e tij do të ngavnjente, edhe pse ishte vazhdimisht i karakterizuar nga pasiguria, sepse nuk e dinte se si kjo do ndodhte. Kjo është shumë e rëndësishme nga pikpamja, po themi, teologjike. Ky është një person. Një person tjetër është ai që quhej Dhimad, që ishte tip biçim mjeku, edhe ata i thanë, shkoke ai i thanë sepse do të shëroj dhe i nis ti flasi vetëm hutben e, domethënë, të duan hyrëse që më pas u bë duaja e hutbes. Në momentin që flasim profeti sallallahu alaihi wasallam nuk mante hutbe. Edhe kjo ishte shumë herët. Personi i tretë është Ebu Dhel el-Ghifari, që ishte nga Ghifarët dhe që ata ju turrën dhe e vran kuptimin e goditën me grushta, kur Ebu Dherit sapo ju tha që mos e bëj fjalë me këtë mesazh që more me njeri, ati sikur ju tha e kundërta praktikisht, sapo doli nga shtëpia e Arkamit mes të Qabes, dëshmoi shahadetin, ata e goditën derisa ka ndërhyr Abasi dhe ka thënë jeni në Terezi me kë po merrni. Ghifarët janë një popull që është, dhe ata e dinin, Ghifarët ishin një popull që ishin gjysmë cuba dhe ishin kaçak rrugësh dhe jetonin pranë rrugës së Kureshëve për në Sham. Dhe në qoftë se domethënë praktikisht i kemi keq punët me këta, atëherë karvanët tonë nuk do të jenë të sigurt. Por edhe ky pastaj largohet, Ebu Dheri shkon atje dhe më vonë kthehet në Medinë kur ndodh hijreti. Ky është një rast i tretë. Një rast i katërt bëhet fjalë për domethënë muslimanët që shkuan në Abisini dhe që ishte dhe që e thamë që arsye kryesore pse ata u friksuan ishte që një do ta merrte vesh, pra Mekasit do ta merrte vesh gjithë gadishulli arabik që ata kishin përzan njerëzit e tyre nga qyteti, sepse ajo kuptoi që ata i kishin përzan, dhe e dyta nuk e dinin edhe pse kjo nuk ndodhi në gjë atje në Abisini, e dyta mendonin edhe nuk e përjashtonin si mundësi që muslimanët mund të fuqizoheshin në Abisini dhe të vinin dhe të merrnin, domethënë Mekën, gjë që kjo nuk ndodhi me fjalë. Për arsyeën që i kemi thënë, ata nuk bën të njëjtin davet siç bënte profeti në Mekë, për arsye që ndoshta në një ditë tjetër mund ta sqarojmë edhe këtë, por gjithsesi ata e përllogaritën si rrezik. Kurse këta nga Shami ishin një gjë akoma dhe më e rrezikshme, sepse këta vinin nga një qytetërim superior karshi arabëve dhe thanë që nga Meka deri në verit këtyne, pra deri atje ku jetojnë këta, ka fise rrugës. Dhe këta në qoftë se e përhapin këtë të vërtetë dhe në qoftë se e përhapin këtë fjalë, atëherë do ndikojnë edhe ke arabët brenda, po do të ndikojnë edhe tek popullata e krishterë në veri. Për këtë arsye, mallkimi i Ebu Xehlit me shok ndaj këtyre është veprimi i parafunit që ndodh përpara kërcënimit me jetë, që ta fusim në kontekst. Pastaj kur kërcënimi me jetë kthehet, sepse ata thonë në atë domethënë grumbullimin e tyre, në atë grumbullimin e tyre që kjo është e vështirë sepse nëse derdhim gjaktë e Benu Hashimit ata nuk do të rrinë me duar në xhepa. Pastaj hapi i radhës është kërkesa ndaj Ebu Talibit që t'ja u dorëzoi profetin. Kur kjo refuzohet, hapi i radhës është bojkoti i tyre dhe vetë përjashtimi i muslimanëve duke dalë në praktikisht jashtë qytetit. Dhe tham, bojkoti përfundoi për dy arsye. E para ishte praktikisht basti që Ebu Talibi bëri me Ebu Xehlin me shok, që mua më ka thënë nipi im se i gjithë dokumenti, po e them dokumenti, e sqarova që nuk ishte as letër as papirus, duhet këtë qenë e lëkur dhia apo dru apo nuk e di, është ngrënë nga milingonat dhe mizat, përveç se bismike Allahume, që do të thotë me përjashtim të emrit Zotit të gjithë janë ngrënë, dhe në qoftë se dhe e tha publikisht në mënyrë të fortë, në qoftë se kjo është e vërtetë, atëherë bojkoti shfuqizohet në këtë moment. Ata e pranojnë si sfidë, sepse Ebu Talibi tek e fundit fare nuk ishte prej muslimanëve dhe kjo është e vërtetë. Plus përpara kësaj kishin ndodhur dy gjëra. Mensur ibn al-Ikrime, që ishte personi që e shkroi këtë, në momentin kur domethënë vështirësitë gjatë bojkotit ishin të mëdha, i dërguari Allahut e ka mallku, hadithi është tek librat e ngjarja është tek librat e hadithit, e ka mallku që ti paralizohet dora e djathtë dhe i është paralizuar dora e djathtë.
pra me cilën e shkroi. Ishte një ndër personat që dinin me shkruajt në Mekën e kohës. E dyta, u lut për një fatësirë si ajo e Jusufit, pra si ajo e kohës së Jusufit alayhis salam, dhe edhe kjo ndodhi. Dhe pasi kishin ndodhur këto dy realizime të këtyre dy duave, dhe pasi ndodhi kjo, gjëja më e rëndësishme nga pikpamja, po themi, ose politike ose geopolitike, ndodhi që shumë prej jo muslimanëve në qytet filluan të ndjenin simpati ndaj besimtarëve, edhe ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse thanë që kjo që kemi bërë ne është një gjë e paprecedent në historinë tonë. Dhe gjithmonë në kulturë dhe qytetërime të tjera, pavarësisht kohës dhe pavarësisht llojit apo pavarësisht popullit, kur ndodh një gjë e paprecedent, që është pra kur ndodh një gjë e keqe e paprecedent, gjithmonë kjo ka barrën e madhe psikologjike tek ata që e kryjnë për herë të parë, sepse praktikisht janë të destinuar, janë të dënuar që të hyjnë në histori. Dhe ata këtë e kishin frikë dhe thanë që kishte disa prej atyne, siç ishte Ebul Bukhturi që i ndihmonte përmes shpërndarjes së ushqimeve, apo Mutim ibn Adi, i ati sahabi Xhubeir ibn Mutim, që ndërtuan një lloj kështu hileje, si më thënë, një lloj domethënë truku, që thanë që kjo marrëveshje ishte punë e juaja, neve nuk ram dakord, pastaj erdhi edhe një tretë, pastaj erdhi edhe një katërt, dhe pastaj kur kjo kur kjo po themi revolt u intensifiku dhe përkoi me praktikisht bastin e Ebu Talibit, bojkoti këtu përfundon. Tani ngjarja e radhës që ndodh kur muslimanët kthehen, kronikanët përmendin dy gjëra. E para, është e habitshme se si profeti sallallahu alaihi wasallam filloi që të shkonte në Qabe dhe të lexonte Kur'an dhe të falej më tepër se më përpara. Kjo mund të kuptohet sepse i kishte mungu Qabja, nuk ka të dhëna a ka hy në Qabe gjatë këtyre 2 vjetë, 4, 5, 6 muajve gjatë bojkotit, sepse thamë nuk është 3 vjetë bojkoti, edhe pse ka rivajete që thonë kështu, po llogarit dalin që kanë qenë 2 vjetë, 4, 5 muaj. Por nga ana tjetër nuk ka as raportime që ka tentuar të hyjë në Qabe dhe është ndaluar. Që do të thotë mund të ketë hy, mund të ketë shku, edhe menimi më i saktë mund të mendoj se ky është, sepse ata nuk e kishin se runin Qaben nga muslimanët, e kishin për ta poshtëruar dhe nuk ju than atyne që dilnin nga qyteti. Kjo ishte, siç e thash, një vet largim i Benu Hashimëve. Dhe gjëja e dytë që përmendet këtu është që intensiteti i davetit u rrit. Dhe kjo i habiti ata. Domethënë, minimumi prisnin që të paktën të zbutej. I dërguari i Allahut nuk ka asnjë të dhënë që gjatë kësaj periudhe të jetë ndaluar shpallja. Shpallja ka ardhur. Ka disa raportime tek tefsiri Ibn Kathir që ka disa sure që tregohet që fillimet e tyre, pra fillimet e këtyre sureve janë shpallur gjatë kohës së bojkotit, sepse kemi një kronologji të sureve të shpallura, kjo është e vërtetë, por mufesirinët këtë kronologji e kanë vetëm për ajetet e para, që do të dihet pak a shumë se kur kanë ndodhur shpalljet e 3, 4, 5 ajeteve të para të çdo sureje, por asnjëherë një sure me raste shumë të rralla nuk fillonte dhe nuk mbaronte siç ishte për shembull rasti në surën Duha, nuk fillonte dhe nuk mbaronte në fillim. Pra me një herë, por domethënë shpallej për një periudhë relativisht të gjatë kohore dhe për rrjedhoj dihet pak a shumë me saktësi se kur janë fillimet e sureve si kronologji, por nuk dihet asnjëherë se kush mbaronte e para dhe kush mbaronte e dyta, sepse kjo për këtë nuk ka asnjë të dhënë. Në këtë kuptim, historia e radhës që përmendet është historia e një mundësi i cili quhej Rukana, këtë e përmend Ibn Hishami dhe Ibn Isaku, po edhe Taberiu e përmend si ngjarje të vërtetë, sepse ka disa rivajete dhe raportime. Ngjarja është sa e çuditshme, aq edhe e bukur. Profeti sallallahu alaihi wasallam merr pjesë një dite në një, domethënë shkon në një grumbullim të madh që ishte një mundës, dhe ky thuhet që ishte prej Kureshëve, por që nuk kishte në i peshë të madhe, tek e fundit mundës ishte, dhe ky ishte i pathyeshëm edhe nuk e mund të njëri, përshkruhet si njëri shumë i gjatë, shumë i fuqishëm, dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i thot, a mund të bisedojmë pak? Ngjarja është e tillë.
Dhe ai i thot, po, mund të bisedojmë, thot, por përpara i thot profeti, sa të bisedojmë, unë them është më mirë që të ndeshemi. Dhe Rukana, dhe këtë, domethënë Ibn Hishami thotë që kjo është qartazi, një mënyrë për t'i blerë zemrën. Dhe ai pranon që të ndeshen, dhe i dërguari i Allahut transmetohet sallallahu alaihi wasallam transmetohet që e kap domethënë përpiquni ta përfityroni me fjalë, e vendos në shpinën e tij dhe e përplas në tokë. Kjo ishte shokuese, sepse bëri efekt jo vetëm tek ai, por edhe ket pranishmit. Dhe aty i thot, tani mund të flasim, dhe ai i thot, jo, do të ndeshemi sërish. Dhe për të dytën herë e godet dhe nuk e godet, po ai ishte mundës dhe e hedh në tokë në këtë mënyrë, në fjalë, kjo në anglisht quhet body slam. Kështu ishte përkthimi me fjalë. Dhe në herën e tretë, Rukanën e kap i lloj kibri aq i madh sa thot, tani do të vëm bast me 100 dele. Në qoftë se më hedh edhe herën e tretë, atëherë do të marrësh 100 dele nga të mijat. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe pse në këtë moment ishte e leju me basti me fjalë, është në periudhën e vonë Medinase që është ndalu. Se Ebu Bekri, kemi lajmin atë ngjarjen kur Ebu Bekri vë bast për ajetet e para të surës Rum, lidhur me përplasjen midis persëve dhe romakëve. I thot, unë nuk do të marr asnjë dele, por do të mund edhe për të tretën herë. Dhe kur e mund edhe për të tretën herë, Rukana i thot, më thuaj çfarë ke për të thënë tani, sepse kjo që më ka ndodhur sot nuk më ka ndodhur ndonjëherë. Dhe dërguari Allahu thot, përpara se sa të flas, do të tregoj diçka më të çuditshme se kjo që të ndodhi tani. Dhe kjo është një ndër mrekullitë Mekase, ndoshta e vetmja që ka prodhu një konvertim në Islam. Një pranim të fesë Allahut. I ka dhënë urdhër përmes fuqisë Allahut, me fjalë sigurisht, një pemë që të shkojë, që të afrohet nga atje ku ishte përpara të dyve atyre. Dhe ajo pemë ka ardhur dhe Rukana praktikisht ka vënë durët në kokë dhe ka thënë si ka mundësi që e bëre këtë. Dhe pastaj kur i ka dhënë urdhër që të largohet pema në vendin e vet, i dërguari i Allahut ju ka thënë që tani do të flas për një gjë akoma dhe më të mrekullueshme se kjo që sapo pe. Dhe i lexon Kur'an. Nuk tregohet se çfarë. Pra çfarë sure. Një histori e tillë nuk është fiks kështu, por një ngjarje e tillë me pemë dhe me shkurre transmetohet edhe në periudhën Medinase dhe është një hadith në librat e hadithit, të cilin e transmeton me sa kujtoj sahabin Mughira ibn Shaube. Mughira ibn Shaube ishte një ndër personat si Abdullah ibn Mesudi apo Anas ibn Malik që i shërbenin të dërguarit Allahut kur ai merrte abdes edhe kur kryente nevojat e tij, kur kishte nevojë me fjalë, i mbanin rrobat e torbën e ujit e kështu me radh. Dhe thot, ishte në një moment thot kur ishte një fushë e madhe dhe profeti sallallahu alaihi wasallam dëshironte që të kryente nevojat e tij. Po s'kishte asnjë gjë nga e cila të mbulohej, të fshihej, dhe mua më erdhi turp dhe u ktheva në krau tjetër. Ai i tha nuk ka nevojë, po Mughira, më duket se është Mughira, hadithi është i 100% i saktë, po sahabi më duket se ky është. Dhe merr dy, le të themi, shkurrë të mëdha, njërin me njërin dorë dhe njërin me dorën tjetër, i merr dhe ato i shkojnë pas. Bëhet një lloj kështu gëmushe e madhe, pasi mbaron punë pas tyre, ju jep urdhër që të shkojnë në vendin e tyre. Kjo është tek librat e hadithit dhe është pak a shumë, domethënë e njëjta ngjarje. Në periudhën e Dinase, mrekulli apo muxhize të tilla të kësaj natyre janë të shumta. Po kur të vi radha në periudhën e Dinase, inshallah do t'i përmendi sepse janë të shumta edhe tek librat e sirës të përmendura, edhe tek librat e hadithit. Dhe ka kategori të përcaktuara që historianët kanë folë për mrekullitë të profetit sallallahu alaihi wasallam që kanë të bëjnë sigurisht edhe me shtimin e ushqimit, me bereqetin e kështu me radhë. Dhe Rukanës profeti sallallahu alaihi wasallam i lexon Kur'an dhe Rukana beson. Dhe i thot që në qoftë se ke mundësi që të flasësh me njerëz të ndryshëm për këtë që të kam thënë, atëherë fol. Dhe kjo është historia e Rukanës, e këtij mundësi, është domthon edhe çuditërisht edhe jo e çuditshme, nuk përmendet më në sirën profetike, por kjo ngjarje është pjesë të gjitha kronikave. Historia e radhës që është po e kësaj periudhe është historia e Tufail ibn Amr ad-Dawsit. Kur them e kësaj periudha pas bojkotit deri në
domethënë pas një viti, ky viti fundi i vitit të 10 dhe fillimi i vitit 11, se në këtë moment flasim. 2 vjet e gjys ikën edhe nuk folëm asnjë gjë sepse e kam thënë që nuk ka shumë raportime. Tufel ibn Amr ad-Dawsi, pra Tufel ibn Amr nga fisi i Deusit, ishte një sahab i cili ishte ndër sahabët, pra u bë më pas një sahab, në momentin që flasim ende nuk ishte një sahab, ishte ndër personat e vetëm që dinte të shkruante dhe të lexonte nga fisi i Deusit. Dhe fisi i Deusit është në provincën e Nejranit, në domethënë hartën e Arabisë sotme moderne, që është në kufi me Yemenin. Dhe ky shkon në qytet për të takuar profetin sallallahu alaihi wasallam. I kishte dalë nami tashmë dhe në fillim edhe ky takohet me Ebu Xhehelin dhe me Utba ibn Rabian. Dhe ata procedura është e njëjtë, i thonë të njëjtën gjë, ki kujdes, është mashtrues, eudhu billah, pretendon se i vin lajme nga qielli. E kemi sqaruar këtë punë, por ti bëj kujdes sepse këtë ja u themi të gjithëve atyre që vijnë këtu. Dhe Tufeli e takon profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot më trego çfarë të vërtete ke ti. Po para se me bë këtë, se e harrova ta them, ata i thonë që ti takoje këtë në qoftë se do, por ne të këshillojmë që të mbarosh punët që ke. Nga kjo kuptohet që nuk ishte shku posaçërisht për taku profetin, por ata e takojnë paraprakisht gjithsesi dhe i thonë në qoftë se ke mundësi, atëherë shmange takimin me të për arsyeën se nuk ka dobi. Ne ja kemi pa praktikisht sherrin. Dhe kjo ngjarja është edhe tek librat e hadithit, edhe tek Sahihu i Muslimit, pa edhe tek librat e sirës, sepse ky pastaj bëhet sahab shumë i madh. Thotë unë vendosa pambuk, thotë, pra tregohet vetë parë historia. Unë vendosa pambuk në veshët e mi dhe për ato ditë që qëndroja në Mekë mundohesha që t'i largohesha grumbullimeve sepse nuk doja të hasja momentet kur ai fliste. Por një ditë do të më erdhi turp nga vetja, sepse i thash vetes Tufel, ti je një njeri i një inteligjencë superiore, si mund të kesh frikë se mund të ndikohesh nga fjala e dikujt tjetër, dhe kështu vendosa ta takoj, duke bërë llogarinë që në qoftë se ishte gjë e mirë dhe e dobishme ajo që do më thoshte, do përfitoja. Në qoftë se do ishte i gjë e keqe, jam mjaftueshëm i ditur për të refuzuar praktikisht helmin e asaj që ai ka në raport në raport me atë që më than praktikisht, siç i kishin thënë Ebu Xheheli me të tjerët. Dhe shkon dhe e takon dhe edhe këtij profeti sallallahu alaihi wasallam i lexon Kur'an. Është e çuditshme, në të gjitha rastet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju lexonte Kur'an. Kjo ka disa arsye. E para, ai e zotronte Kur'anin, domthonë më mirë nga të gjithë, sepse tek e fundit atij i shpallej dhe e dinte shumë mirë duke parë situatën dhe duke parë brumin e njerëzve, duke parë gjenealogjinë e tyre, duke parë kapacitetin edhe nivelin e kuptimit me i fjalë. E dyta, ju lexonte Kur'an sepse tek e fundit fare shpallej në gjuhën e tyre. Dhe e treta, u lexonte Kur'an sepse sidomos ata të cilët ishin njerëz që mund t'i konsiderojmë të zotët e mendjes, Kur'ani ju bënte përshtypje edhe si një ligjërim superior. Mos harrojmë, pa e bëj këtë diversion vetëm 1 minutë, mos harrojmë arsye kryesore pse më i keq i të këqive, që ishte Ebu Xhehli, nuk pranoi, ishte që Ebu Xhehli tha: ne Benu Mahzumët me Benu Hashimët kemi qenë në rivalitet të vazhdueshëm. Ata bënin bujari, ne bënin bujari. Ata pristin haxhi, ne mundoheshim më tepër të pristim haxhi. Ata ndihmonin njerëz, ne ndihmonim njerëz. Tani ata po pretendojnë se kanë profet. Ne nuk mund të bëjmë të njëjtën gjë dhe nuk thot. Dhe ky është hadith, nuk pra është histori e njohur. Nuk thot sepse ne na vjen turp apo ne nuk duam që të pretendojmë për profet. Por ne nuk mund të nxjerrim një njeri që të provojë ato që thot ai. Që do të thot pranonin superioritetin e mënyrës se si profeti fliste, që do të thot Kur'anin, domethënë, sepse ata nuk e qunin produkt hynor, po e qunin genialitet edhe oratori të tillë, kuptohet, kishte për atyne që e qunin le të themi pasojë të natyrës delirante, e udhubila që ai
që ai kishte të tjerë që e quanin që bashkëpunonte me xhindët, kishte të tjerë që e kishte marrë nga të krishterët e tjerë me radhë, por Ebu Xeheli, që nuk ishte budalla as pak, arsyeja pse refuzoi ishte që ne nuk mund të nxjerrim dikë që të flasë ai. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam Tufejl ibn Amr ad-Dawsit i lexon Kur'an. Dhe ai bëhet gjithashtu besimtar. Dhe bëhet besimtar, domethënë kur themi bëhet besimtar, kjo mund të ketë zgjat edhe me ditë, kjo mund të ketë zgjat edhe me muaj, nuk kemi të dhëna. Por në fund ai thot, atëherë o i dërguar i Zotit, më jep mua urdhra. Domethënë më bëj që të jemi dobishëm për këtë kaos. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, shko tek populli yt, pra atje poshtë dhe ftoj ata në islam. Dhe ai shkon dhe shkova thot, sepse duhet ta them vetë parë me fjalë, shkova thot dhe të parit që i fola ishte babai im. Dhe ai u habit dhe më tha, o Tufejl, shkove me mend tjera, erdhe me mend tjera. Dhe kur i thash atë që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha, ai e pranoi besimin. Pas kësaj më sugjeroi edhe unë pranova që t'i flas bashkëshortes sime dhe edhe asaj unë i thash dhe i thash që nga ky moment e tutje tek Dhu Shirra mos shko. Dhu Shirra ishte idhulli i madh që Deusët kishin në Nexran dhe po këtë idhull ky bashkë me Buhurerën, sepse edhe Buhurera ishte nga fisi i Deusëve me fjalë, bashkë me disa të tjerë e shkatrojnë kur profeti sallallahu alaihi wasallam ju jep urdhër që ta prishin me fjalën periudhën e vonë medinase. Dhe fillon dhe t'ju bëj davet popullit të vet dhe përveç tjatit dhe të shoqjes nuk e pranon askush. Dhe kur pas disa javësh apo muajsh nuk e pranon askush, ai merr vendimin dhe shkon në Mekë. Dhe i thot profetit, ata janë një popull i humbur, ka mundësi të bësh dua, shkatroj ata. Ja kërkon literalisht. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ngre duart dhe hadithi është i saktë, transmetojnë disa sahabë dhe thonë, çdo herë kur i dërguari Allahut ngrinte duart, neve friksoheshim për atë popull. Por çdo herë që neve friksoheshim për atë popull, dilte që duaja nuk ishte mallkim, por ishte dua tek Allahu për udhëzim. Dhe Tufejl ibn Amr pas një paralajmërim habitet, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam lutet që o Zoti im udhëzoje popullin e Deusit. Dhe pasi bën një dua të gjatë për udhëzimin e tyre, i thot Tufejlit, shko dhe mos u lodh. Që do të thotë mos më hec më këtu. Dhe do të flasim se kur do të vish prapë. E tillë është ngjarja. Dhe ai nuk shkon më në Mekë. Dhe nga momenti që flasim, pra bëhet fjalë në fundin e vitit të 10, deri në marrjen e Khajberit, që është viti i 7 i Hijretit, ai bën musliman midis 80 dhe 90 familjeve, pra kabileve, pra nënfiseve të vegjël. Dhe të gjithë këta ishin shumicë në popullin e Deusit në momentin kur merret Khajberi dhe pjesë e këtyre që u bën musliman përmes davetit të Tufejl ibn Amr e Deusit është edhe Buhurera. Dhe të gjithë këta shkojnë dhe për herë të parë e takojnë profetin në Khajber. Do të themi ku është Khajberi kur të vi radha. Por është viti i 7. Pastaj, nga viti i 7 deri pas 9 apo 10 apo muajsh apo një viti kur merret Meka, këta të gjithë jetojnë në Medinë dhe këta kanë qenë një ndër ata popull që do ta përmendim javës që vjen, edhe në momentin kur filloi Tufejl ibn Amri që të predikonte fen tek ata të paktët që u bën besimtar karakterizoheshin nga një sinqeritet i tillë që i than Tufejl ibn Amrit, thuaj të dërguarit Allahut të vike ne, sepse nuk do t'i kërkojmë asnjë kusht për ta mbrojtur. Javës që vjen do flasim për Taifin. Dhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam doli nga qyteti dhe u detyrua të dilte nga qyteti. Dhe ata të cilët, dhe do themi disa raste që pranuan që ta mbrojnë profetin pasi Ebu Lehebi praktikisht i dha durrët, pranuan ta mbrojnë, por me një kusht. Dhe kushti gjithmonë në 3-4 raste ishte kur të ndrosh ti jetë, pasardhësi jot nuk është ai që le ti, por do jemi ne. Që do të thotë ne të mbrojmë, praktikisht nuk besonin. Sepse ne të mbrojmë projektin tënd, që do të thotë kishin e konsideronin projekt individual, pasi ti mbaron, atëherë ne e marrim, domethënë trashëgimin tënde dhe profeti sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e ka refuzuar këtë. Pra kjo është historia e këtij. Dhe
Tufel ibn Amr ad-Dawsi është ai person që dëshmon atë hadithin e Xhabir ibn Abdullah që e përmenda para një 3-4 herësh me sahabin e vetëm praktikisht për fat keq që raportohet se ka dëmtu veten edhe ka ndru jetë nga kjo, që do të thotë ka bë praktikisht vetvrasje me një fjalë, që pret gishtat e tij edhe e thash hadithin është tek Sahihu i Muslimit që Amr ibn Tufel e sheh në ëndër dhe ishte në xhenet, por dorën e kishte të fashuar dhe thot çfarë u bë me dorën tënde? Thot mu tha që pra atë që dëmtove vetë ne nuk ta shërojmë. Dhe e pyeta tha si të fali Allahu, më fali tha për shkak të hijretit që bëra tek Resuli i tij, pra tek i dërguari i tij. Dhe kur i thuhet profetit sallallahu alaihi wasallam kjo ëndër, ai thotë që Allahu e falt atë dhe duart e tij. Domethënë Allahu ja falt edhe duart e tij. Nga kjo kuptojmë që pas vitit të 8, kur thuhet hadithi që pas çlirimit nuk ka më hijret, pas vitit të 8, ata duke qenë këta të gjithë me një fjalë me përshtim të Ebu Hurerës sigurisht apo dhe ne tjetër për shumica e këtyre kthehen nga Medina dhe shkojnë prap në Nejran ke populli i tyre, e shkatrojnë atë idhujn e madh që e përmenda dhe ata bëhen të gjithë praktikisht pastaj besimtar. Në këtë kuptim, në momentin që jemi tani në fund të vitit të 10, mesazhi hynor nuk ishte më vetëm një çështje e Mekasve dhe e Kureshëve, por ishte një çështje praktikisht nuk po them e të gjithë gadishullit, por tashmë rrezatimi i mesazhit dhe i profecisë i kishte kalu kufijt fizik të Mekës. Ngjarja radhës që përmendet është vdekja e Ebu Talibit. Tani ka një paqartësi kush ka ndruar jetë përpara, Ebu Talibi apo Hatixha, nuk ka një qartësi për arsyen se të gjitha raportimet që tregojnë edhe për ngjarjen e parë edhe për ngjarjen e dytë, nuk është se thuhet që kjo ndodhi pasi ndodhi kjo, por janë le të themi drejt për drejti të lidhura me ngjarjen e posaçme dhe nuk bëjnë referencë tek ngjarja paraardhse apo pasardhse. Ndaj dhe unë mendoj që të flasim sot për vdekjen e Ebu Talibit, kurse për ndrimin pra për vdekjen e Hatixhes radhiyallahu anha të flasim javës që shkoi duke javës që vjen, duke pajisë edhe me disa konsiderata shtesë edhe me disa të dhëna që i kemi lanë për gjysmë kur kemi fol për jetën e Hatixhes radhiyallahu anha. Ebu Talibi ndron jetë në fund në Shewalin e vitit të 10 të Dawes. Mund ta kuptojmë që bojkoti ndikoi shumë, kushtet e vështira që ata përjetuan ato 2 vjet e gjysmë nuk ishin shaka dhe Ebu Talibi praktikisht derdhjet në shtrat. Historia është e tillë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka një hadith pra në vdekjen e Ebu Talibit, të gjitha raportimet nuk i kemi vetëm në librat e sirës, por i kemi edhe në hadithe, edhe ke Buhariu, edhe ke Muslimi, edhe ke përmbledhjet e tjera, kur i dërguari i Allahut alayhis salam shkon dhe e fton në besim dhe i thot besoje këtë që të kam ftuar gjithë këto vjet dhe thuaje një fjalë që ta kem argument tek Allahu në ditën e gjykimit që ai të falë ty. Pra thuaje shahadetin. Ebu Talibi refuzon. Kujtojmë këtu që Ebu Talibi asnjëherë nuk kishte adhuruar idhuj. Kishte shkruar një poezi që quhet Lamia, sepse me sa mbaj mend çdo varg fillonte me lam dhe në të vlerësonte virtytin e arabëve dhe vazhdimisht hidhte poshtë marrëzinë e adhurimit të idhujve, që do të thotë nuk ishte si të tjerët. Por nga ana tjetër nuk e pranoi asnjëherë të vërtetën. Dhe Ebu Xehli është ai i cili është aty bashkë me Ebu Lehebin dhe gjithmonë gjatë gjithë kohës në këtë histori i përmendin Abdul Mutalibin dhe Abdullahin, që do të thotë baban dhe pra vllan dhe gjyshin e tyre dhe vllan dhe tjatin e tyre
jo thjesht si emër, po si traditë dhe si poshtërim ndaj tyre nëse ai e ndryshonte jetën e tyre, pra fenë e tij tani në fund, duke rënë në kundërshtim me traditën e tij. Dhe Ebu Talibi i thot në një moment, po themi kështu intim, profetit sallallahu alaihi wasallam, që sikur të mos ishte kjo, sikur të mos ishte ky, po themi, shantazh emocional, unë do të ta kisha pranuar të vërtetën tënde, sepse unë të besoj që ti je i dërguar i tij. Këtë Ebu Talibi e ka thënë, do ta sqaroj pak më pas, e ka thënë disa herë. Dhe fakti që i besoi profetit sallallahu alaihi wasallam në momentin e shkatrimit të dokumentit në Qabe, si pasojë e ngrënies së mizave apo milingonave, siç tham, është një provë, pa edhe ka dhe argumenta tjera gjatë viteve, i kanë përmend disa. Ai i besonte se është i dërguari i Allahut dhe i besonte që ishte i sinqert në atë që thoshte. Dhe i besonte që e kishte megjithmen atë që thoshte dhe i besonte që kauzën që ai kishte ishte një kauzë fisnike. Përsëri ai tha jo. Dhe kur ndron jetë, raportohet gjithashtu në një hadith të saktë që i dërguari i Allahut nuk ka qenë i pranishëm. Pra ka qenë në agoninë e vdekjes Ebu Talibi kur ka ndodhur ngjarja që sapo thash, por në momentin që ka ndruar jetë, aty ka qenë Aliu, pra i biri i pranishëm. Dhe Aliu shkon tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, jo i mat, po thot, xhaxha i yt thot i humbur, ndroi jetën. Bëj tani ç'të duash me të. I thot profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai i thot, merre dhe varrose baban tënd. Ai thot, po është mushrik. Thot, merre dhe varrose baban tënd. Dhe Aliu transmetohet që e ka varros. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk tregohet drejt për drejti as që ka refuzuar të shkojë, por nuk ka as në i dhënë që ka shku, por gjithsesi e ka varrosur Aliu, edhe pse ishte praktikisht mushrik. Dhe ajo që duhet thënë është që ka dy hadithe, një hadith të dy janë të sakta, një hadith është hadithi Abbasit, i cili thot, shkova në periudhën medinase, bëhet fjalë, shkova tek i dërguari i Allahut dhe i thash, ai bën dobi dot ti, vëllai tim, pas gjithë asaj që ai të ndihmoi. Dhe i dërguari i Allahut thot, sallallahu alaihi wasallam, po i bëj dobi thot, sepse fal ndërmjetësimit tim, ai do të jetë në xhehenem në periferitë e tij. Që do të thotë në vendin më të largët të periferisë, në vendin më të largët të xhehenemit, pra më periferik dhe jo në thellësitë e tij. Sepse nëse nuk do të ishte ndërmjetësimi im, ai do të ishte në thellësitë e xhehenemit. Kurse në një hadith tjetër thotë, që nuk ka lidhje me këtë ngjarje, në një hadith tjetër thotë që personi që do të ndëshkohet më pak në xhehenem është Ebu Talibi, dhe ai do të jetë jashtë zjarrit tërësisht me përjashtim të këmbëve në fund, dhe për shkak se kyçet e këmbëve do t'i digjen me një fjalë, Allahu na ruaj, aty do t'i vlojnë trut. Dhe ky është hadithi. Tani, ajo që ndodh pasi Ebu Talibi, ose më saktë them këtë tjetrën, ajo që ndodh përpara se sa Ebu Talibi të ndrojë jetë, është një herë e fundit e Ebu Lehebit, Ebu Xehlit, që t'i kërkoj që përpara se sa të ndrosh jetë në asgjith këtë çështje dhe binde nipin tënd, ose të mos, pra duke i dhënë urdhër, ose të mos na cys më dhe të mos praktikisht na bëj më davet njerëzve tanë për të merret me të tjerë, ose nga ana tjetër na e dorëzo dhe ne do të bëjmë atë që ne gjykojmë si më të udhës ta bëjmë, dhe Ebu Talibi edhe në këtë rast refuzon. Ky moment është rasti i tretë apo i katërt i delegacioneve të vazhdueshme, po them delegacione sepse ata nuk ishin thjesht individ. Ata ishin praktikisht më të fortët që i bënin presion njërit prej tyre që nuk e hudhnin poshtë, sepse të kishte qenë musliman Ebu Talibi, sigurisht që nuk do t'i vlente nga pikpamja procedurale apo juridike, edhe pse janë fjalë kështu të le të themi të ngjyrosura me ngarkesë, po gjithsesi kjo ishte drejta e tyre zakonore, nuk do t'i vlente mbrojtja profetit sallallahu alaihi wasallam nga një musliman. Dhe këtu ka urtësi sepse Allahu nuk e udhëzoi Ebu Talibin, domethënë, dhe nga ana tjetër, kur Ebu Talibi ndron jetë dhe refuzon këtë, profeti për herë të parë, nuk po them që është gabim,
por për herë të parë thot që nuk do t'i kërkoj Allahut udhëzim apo nuk do të pres nga Allahu shpallje për të bërë diçka siç e kishte gjithmonë zakon, por do t'i kërkoj Allahut falje për Ebu Talibin derisa ai të mandaloj. Domethënë kjo derisa ai të mandaloj, ai edhe e priste, sepse ai e besonte që ai kishte vdek si mushrik. Dhe e ka lutur Allahun për ta falur derisa Allahu shpall një ajet, nuk kujtohet tani surja, por thot nuk është në lartësinë, pra apo në hijeshin apo në shenjtërinë, pra nuk i shkon për shtat në mënyrë shumë elokuente, me një fjalë, ma kana, domethënë është në arabisht që do të thotë nuk i ka hije një resuli që të kërkoj falje për mushrikët, edhe nëse ata janë njerëz të tij të afërt. Dhe ky ka të bëjë me momentin kur Ebu Talibi ndron jetë. Ajo që ndodh tani në këtë moment është që kur Ebu Talibi vdes, situata thash dhe herë tjetër, javës që vjen do flasim për Hatixhen, në qoftë se ka ndodh Ebu Talibi, pra në qoftë se ka ndodh që ka ndruar jetë përpara Hatixhes, Hatixha ka ndruar jetë 30 apo 40 ditë apo maksimumi 2 muaj pas Ebu Talibit. Por edhe në qoftë se ka ndodh që Hatixha ka ndruar jetë përpara Ebu Talibit, ky i dyti ka vdekur 30 apo 40 ditë apo 60 ditë pas të parë, sepse transmetohet dhe këtu janë raportime që përforcojnë njëra tjetrën, këto dy sprova dhe domethënë vdekje të profetit sallallahu alaihi wasallam transmetohet që kanë ndodhur brenda 2 muajsh. Dhe prandaj nga këto 2 muaj pastaj merr edhe emrin ky vit që quhet viti i hidhërimit. Ajo që ndodh pasi Ebu Talibi ndron jetë është që një ditë ishte ende pezull situata që çfarë do ndodhte me profetin sallallahu alaihi wasallam. Një ditë dikush, nuk transmetohet se kush, nuk e di pse, po nuk tregohet kush, dikush një ditë e fyen profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Lehebi, pasi e merr vesh këtë, pra ishte i pari nga 4 xhallarët që i kapi shpallja gjallë që ndroi jetë. Ebu Lehebi vdes pas betejës Bedrit. Hamza vdes në betejën e Uhudit, kurse Abasi vdes në periudhën e xulefave, domethënë vdes shumë më vonë. E fyen profetin sallallahu alaihi wasallam dikush dhe Ebu Lehebi detyrohet që ta mbrojë. Dhe del publikisht dhe thot unë nga ky moment e tutje jam, sepse tashmë ishte praktikisht prisi i Benu Hashmeve, pasi i vllai kishte ndruar jetë, ishte më i vjetri edhe në moshë, po edhe në reputacion, si më thanë. Unë jam më i prirur që ta mbroj, thot nipin tim, dhe nuk do të lejoj dikë që ta fyej atë. E thot publikisht në Qabe, dhe në këtë moment profeti sallallahu alaihi wasallam deri diku qetësohet, sepse Ebu Lehebi e pranon si nip të tij praktikisht. Jo se mohonte përpara, po nuk e mohon apo nuk e le të themi nuk e, sepse këtu ka diçka. Kemi një pezulli të davetit në këtë moment, sepse i dërguari i Allahut ka më dyshje, thot Ibn Isaku, kishte më dyshje të vazhdonte të rrinte në Mekë apo të dilte që tani të fillonte të kërkonte mbrojtje tjetër, për arsye se e dinte që pak a shumë do të fillonte tensionimi i situatës. Por kjo ngjarje që dikush e fyen dhe Ebu Lehebi e mbron, deri diku i qetëson gjakrat. Por ajo që ndodh 3 apo 4 javë apo 5 javë pak pas kësaj është që Ebu Xehli dhe Utbe ibn Rabia, këta të dy përmenden, shkojnë tek Ebu Lehebi dhe i thonë që ti po e mbron atë, po ti e di shumë mirë se ç'mendon ai për Abdullahin dhe Abdul Mutalibin, vëllan tënd dhe baban tënd. Dhe i thot shko pyete dhe do ta marrësh përgjigjen. Ajo që ndodh është që, edhe kjo është e vërtet, është një histori që është edhe hadith edhe në librat e sirës përmenden. Ebu Lehebi shkon dhe e takon dhe i thot që ku është Abdul Mutalibi. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i jep përgjigjen elokuente dhe i thot është në popullin e vet. Dhe Ebu Lehebi qetësohet dhe thot mirë. Dhe kur shkon atje me gjys fodullëku, i thot që i dhash përgjigjen dhe nuk më tha ku është, thash me popullin e vet, dhe sigurisht që çdo njeri që vdes me popullin e vetësh. Dhe ata i thonë që praktikisht ti je trufar, sepse ku është Abdul Mutalibi, çfarë beson ai për të parë tan? Ai beson se ata janë zjarr.
Dhe Ebu Lehebi kthehet dhe i thotë që ku është Abdul Mutalibi, në zjarr apo në xhenet, praktikisht, pra me atë që beson ti. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk jep përgjigje, por thotë gjithsesi është, pra thotë përsëri, është me popullin e tij, por thotë ti beson që populli i tij, pra të parët tanë, janë në xhehenem në raport me të që po predikon ti, dhe këtë profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e mohon. Për këtë arsye Ebu Lehebi në krye të 3 apo 4 javëve del në Qabe sërish edhe bën atë që pritej ta bënte me një fjalë dhe thotë që nga ky moment e tutje unë nuk e mbroj këtë nipin tim dhe ja u kam dorëzu juve. Tani ja u kam dorëzu juve, kjo ishte e fortë, sepse Benu Mahzumët prisnin të njëjtën gjë, sidomos ata, por edhe të gjithë fiset e tjera të Mekës, dhe nga kjo situatë, sepse pas kësaj pak ditë më pas, profeti sallallahu alaihi wasallam largohet për në Taif, pra shkon në Taif. Dhe dim që ngjarja e Taifit ka ndodhur pasi ndrojnë jetë të dy, edhe Khatixha edhe Ebu Talibi, dhe prandaj unë mendoj, çat mendoj se s'ke çfarë mendon aty, po gjykoj si më thanë që Khatixha radiallahu anha ka ndru jetë përpara Ebu Talibit, por siç e thash nuk e përmenda sot Khatixhen, sepse javës që vjen do të themi diçka më tepër për të. Dhe në këtë moment, në përfundim të vitit të 10 të profecisë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për herë të parë pas 10 viteve praktikisht është vetëm. Që do të thotë është vetëm, është nga pikpamja e të drejtës zakonore të qytetit ku ishte, pa mbrojtje politike, dhe derdhja e gjakut të tij, që do të thotë vrasja e tij në këtë moment, nuk ishte një krim, por konsiderohej si diçka e drejtë e kundërshtarëve të tij. Kjo duhet sqaruar qartë, sepse nuk ishte njësoj me mbrojtjen e Ebu Talibit apo Ebu Lehebit për një muaj me fjalë, dhe pa mbrojtjen e tyre, sepse në qoftë se njëri nga fiset, pra në qoftë se njëri nga prisit apo prisi i një fisi nuk deklaronte mbrojtjen ndaj njërit prej subjekteve të tij, në qoftë se ky vritej, atëherë fisi nuk kishte të drejtë që të gjakmerrej, që të hakmerrej me derdhje gjaku ndaj vrasësve të tij. Dhe për këtë arsye, duke qenë se muslimanët dhe profeti para zgjidhash e dinte shumë mirë që kjo ishte pikërisht kështu, detyrohet që të dalë nga qyteti dhe të largohet për në disa vende. Taifi është, po themi, përpjekja më intensive dhe që zë më shumë vend në historinë e rrëfyer, për arsyen se kemi një hadith të gjatë të periudhës Medinase kur Aisha radiallahu anha e pyet të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se kush është dita më e vështirë e jetës sate, dhe hadithi është domethënë tek Buhariu dhe do ta lexojmë ndoshta inshallah javës tjetër. Pra për këtë arsye një, por edhe për arsyen tjetër që Urwa ibn Mesud al-Thaqafi, që bëhet një besimtar më pas me një fjalë dhe ishte nga Thaqifët e Taifit. Ata ishin 3 vëllezër, siç do ta përmendim, ata ishin me peshë shumë më të madhe se sa fiset e tjera apo vendet e tjera ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkoi mbrojtje, dhe për këtë arsye historia e Taifit ka marrë më tepër peshë dhe njihet më tepër në, domethënë, diturinë komune të besimtarëve, por nuk përjashtohet edhe ato ngjarjet e tjera që do t'i përmendim javës që vjen, kanë peshën e tyre dhe ishin përpjekje po aq serioze sa edhe rrugtimi i Taifit për të kërkuar ndihmë. Kështu që këtu them ta mbyllim, javës që vjen inshallah vazhdojmë me këto që tham. Zoti ju shpërblet.